Përshëndetje nxënës, mirë se vjeni në orën e arsimit fizik dhe shëndetësor për klasët e para në mësim në distancë. Njësinë e sotshme mësimore e keni vrapimin. Qëllimet e orës mësimore janë zbulimet e gabimeve të vrapimit, forcimi i ekstremiteteve të poshtme dhe përmirësimi i aparatit lokomotor, si dhe zhvillimi i koordinimit të aparatit lokomotor dhe zbatimi i drejtë i vrapimit. Nxënës, a jeni gati për ta filluar orën? Është mirë për njësinë e sotshme mësimore, pasi që e kemi vrapimin, të mund këto ushtrimet t'i kryeni jashtë, në borë, në natyrë dikun në park, ose dhe një rreth më afër që keni. Fillojmë me vrapim të ngadalësuar në formë rrethore. Do me thanë, bëjmë një rreth vrapim. Vazhdojmë me ushtrime për nxemje që ta përgatisim organizmin për pjesën kryesore të orës. Fillojmë me ushtrime nga koka edhe nga supet. Ushtrimi i parë është vendosja e duarve në bel dhe bëjmë lëvizjen e kokës, majtas, para vehtes, 10 përsëritje, pastaj djathtas edhe para 10 përsëritje. Keni kujdes, lëvizjet me kokë do t'i kryeni lehtë edhe ngadalë. Vazhdojmë me ushtrimin e radhës, bëjmë ngritjen e supeve lart edhe poshtë lëvizim. Lart edhe poshtë. Edhe këtë ushtrim e përsërisim 10 herë. Pushojmë. Vazhdojmë me ushtrimet e radhës, janë ushtrime për krahët. Do me thënë, i shtrim krahët para, i kryqëzojmë edhe 3-4 anësh. Do me thënë, 1-2 bëhet kryqëzimi i krahëve, 3-4 anësh. Ushtrimin e përsërisim 10 herë, pushojmë edhe kalojmë me ushtrimin e radhës. Ushtrimi i radhës mund të bëhet edhe me kërcim edhe pa kërcim. Prej pozicionit kam hapur krahët anësh, kalojmë, shtytemi, kërcim ose lëvizim vetëm i mbyllim këmbët, krahët i lëvizim nga anësh poshtë. Këtë ushtrim e përsërisim 10 herë, pushojmë edhe vazhdojmë me ushtrimin tjetër. Janë ushtrimet për trungun apo mesin. Ushtrimi i parë është vendosja e duarve në bel edhe shkojmë lakimin e trupit, majtas edhe djathtas. Do me thënë, majtas edhe djathtas është një përsëritje, juve do t'i përsëritni 10 herë. Pushoni. Pastaj ushtrimi me radhë është ushtrimi më parë që e ushtruat. Mirë po tash kemi përkuljen e trupit nga poshtë edhe kemi rrotullimin apo kthimin e trupit në anën e kundërt, që do të thotë takojmë këmbën e kundërt me dorën e kundërt.